Rilindja sonte është një kufëm politike. Ajo pret funeralin, do t'ja bëjmë ne funeralin. Shkruar nga Skënder Mingjozi. Një fenomen i habitshëm politik është instaluar muajt e fundit në politikën shqiptare. Valës së hetimeve dhe procedimeve të drejtësisë së re në kurrizë të qeverisë i është mbivendosur një fushat masive opozitës për të destabilizuar mazhorancën, një mazhorancë që ndodhet në ditët e saj më të errta që kurse është në pushtet nga viti 2013. Asgjë të keqe s'ka në këtë synim të opozitës për të përfituar nga goditjet e SPAK mbi ministrat e deputetët socialist. Çdo opozit do të kishte vepruar një lloj në këto rrethana, të cilat kanë vënë pikpyetje serioze mbi vijimësinë e mandatit të 4 të PS-s. Ka vetëm një asteriks ky konstatim, një specifik që e bën paksa të dyshimt dhe hipokrite këtë sjellje. Në shesh ishin 2 nga 3 kryetarët e opozitës tradicionale. Sali Berisha dhe Fatmir Mediu ishin aty fizikisht, ndërkohë që mungonte Ilir Meta, i ndodhur në kushte paraburgimi. Që të tre, pra dhe Berisha edhe Mediu edhe Meta janë subjekt të hetimit dhe gjykimit të drejtësisë së re. Berisha dhe Meta me akuza korrupsioni, Mediu në gjykim për ngjarjen e Gërdecit, edhe ajo një histori korrupsioni të lyer me gjak. Të tre krerët politik të këtyre partive, së bashku me një 2 dyzina deputetësh dhe zyrtarësh të lartë të forcave politike, prej muajsh merren me akuzat ndaj Veliajt, Ballukut, Vetramës dhe zyrtarëve të tjerë të lartë socialist, përfshirë figura pranë tyre që aktualisht kanë rënë në rrjetën e hetimit të SPAK, ndërkohë janë dhe vetë subjekt hetimi dhe gjykimi nga e njëjta drejtësi. Shkrimin e plot mund ta lexoni te Gazeta Dita.